Atëherë Kaini u largua nga prania e Zotit dhe banoi në vendin e quajtur Nod, në lindjet e Edenit. Dhe Kaini njohu të shoqen e cila u ngjiz dhe lindi Enokun. Pastaj Kaini ndërtoi një qytet, të cilit i vuri emrin Enok, emrin i të birit. Dhe Enokut i lindi Iradi, Iradit i lindi Mehujaeli, Mehujaelit i lindi Methusaeli dhe Methusaelit i lindi Lameku. Dhe Lameku mori 2 gra, emri i njërës ishte Ada dhe emri tjetrës Cila. Dhe Ada lindi Jabalin, që ishte babai i atyre që banojnë në çadra dhe merren me rritje e baktis. Por emri i të vëllait ishte Jubal, që ishte babai i gjithë atyreve që i binin qestës dhe flautit. Cila lindi edhe ajo Tubal Kainin, krijuesi i çfarëdo lloj veglash prej bronzi dhe hekuri, dhe motra e Tubal Kainit që Naama. Pastaj Lameku u tha grave të tij: Ada dhe Cila, dëgjoni zërin tim, gratë Lamekut, u vini re fjalëve të mia. Por unë vrava një njeri sepse më plagosi dhe një të ri sepse më shkaktoi një irnim. Në rast se do të merret hak Kainit 7 herë, Lamekut do t'i merret hak 70 herë 7. Pastaj Ademi njohu përsëri gruan e tij që lindi një djalë dhe e quajti Seth, sepse ajo tha: Perëndia më dha një tjetër pasardhës në vend të Abelit që u vra nga Kaini. Edhe Sethi i lindi një djalë të cilit e quajti Enosh. Atëherë filluan të kërkojnë emrin e Zotit.